Tromboza e gjakut konsiderohet nga mjekët si një nga rreziqet më serioze dhe të nënvlerësuara për shëndetin, pasi shpesh zhvillohet në heshtje dhe pa shenja të qarta paralajmëruese. Mpiksja e gjakut mund të formohet në vena dhe arterje dhe të bllokojë qarkullimin normal duke rrezikuar funksionimin e organeve jetike. Në shumë raste, personi e kupton problemin vetëm kur gjendja ka arritur në një fazë kritike. Kur tromboza prek mushkërit, zemrën apo trurin, pasojat mund të jenë të menjëhershme dhe fatale. Embolia pulmonare, infrakti apo goditjet në tru janë ndër ndërlikimet më të rënda që lidhen drejt për drejt me mpiksjen e gjakut. Faktorë si qëndrimi i zgjatur pa lëvizje, stresi, duhani, sëmundjet kronike dhe mungesa e kontrollit mjekësor rrisin ndjeshëm rrezikun. Specialistët theksojnë se parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm janë çelësi për shmangjen e fataliteteve. Kontrollet periodike, vëmendja ndaj simptomave si dhimbja, ëndja apo vështirësia në frymarrje, si dhe një sjellje më aktive mund të bëjnë diferencën mes jetës dhe vdekjes. Tromboza e gjakut mbetet një alarm i fortë për kujdes më të madh ndaj shëndetit dhe ndërhyrjes së shpejtë mjekësore. Në programin tonë Mirëmëngjes Shqipëri ne kemi një hapësirë të përditshme dedikuar temave të shëndetit. Kemi folur në fakt për shumë sëmundje të heshtura përgjatë këtyre ditëve. Dhe sot ndalemi pikërisht sikur ndoqet edhe nga materiali paraprak për trombozën dhe kam lidhje drejt për drejt doktor Sodiraq Lakon, ai është hematolog me të cilin do të ndajmë një bisedë, do të marrim disa këshilla të mira se si të kuptojmë shenjat e para të trombozës, por edhe si ta parandalojmë atë nëse është e mundur. Doktor Lakon, mirëmëngjes, mirë se vini në Radio Televizionin Shqiptar. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Është një nga ato sëmundjet e frikshme, kështu i mund ta kategorizojmë sepse shenjat janë pak të vështira për të kuptuar, her pas here edhe të konfuzojnë, kështu që ta marrim nga fillimi të shpjegojmë pak çfarë është tromboza në thelb dhe si mund ta kuptojmë nëse po na kanoset në një rrezik apo jo në shëndetin tonë. Tromboza sigurisht është një problem i rëndësishëm në varësi edhe të lokalizimit ku ndodhet edhe shpejtësisë me të cilën ndodhet. Siç edhe e theksohet në insertin që ju lat për trombozën, ajo ndahet ose praktikisht është një bllokim i qarkullimit të gjakut dhe ne nga ana praktike ndajmë trombozat e venave dhe të artereve. Secila ka karakteristikat e veta dhe gjithashtu dhe mundësinë për të parandaluar me preparate specifike. Trombozat arteriale janë kryesisht trombozat e artereve të zemrës, artereve të trurit, artereve të këmbës, kudo. Dhe në përgjithësi në bazë të tyre kanë shpjegimet e një qelizë të gjakut që quhen trombocitet dhe depozitimin e yndynave në murin e vazave të gjakut. Pra në përgjithësi janë me bazë aterosklerotike dhe trombotike dhe për këtë arsye ne përdorim preparate për të luftuar ose për të parandaluar edhe ilaçe kundër yndynave dhe preparate që ne i quajmë antiagreguese ose antitrombotike, ku më e njohur në praktikë është aspirina. Ndërsa trombozat venoze janë ato dhe më të zakonshme, trombozat që ndodhin të venat e këmbës, të duarve, të barkut, të tromboembolia pulmonare në venat e trurit. Më kryesisht kanë në bazë të tyre atë që ne quajmë triada e Virhovit, pra stazën e gjakut, dëmtimin e murit vazave të gjakut dhe një gjendje që quhet hiperkoagulim. Dhe për ta luftuar ne përdorim një grup tjetër të ilaçesh që quhen antikoagulantët me bazë heparinën dhe në produktet e saj. Doktor, po ka shenja të ndryshme që na tregojnë se si vjen tromboza në një pjesë të trupit dhe se si vjen tek tjetra, fjala vjen diferenca nga ajo e mushkrive tek këmbët apo tromboza që vjen në tru? Po në përgjithësi trombozat janë me ankesa në klinikë, pra relativisht janë të lehta për të zbuluar, por ka dhe trombozat të cilat nuk manifestohen në klinikë, në të rast bëjmë të vështira dhe kërkojnë ekzaminime radiologjike për ta zbuluar. Do të themi që problemi i trombozës është një fushë e gjerë sepse trombozat në tru ndiqen nga mjekët neurolog, ato në mushkëri nga mjekët neurolog, të vazave të gjakut nga angiologët, ne hematologët studiojmë fenomenin nëse janë çrregullimet e faktorëve të gjakut si përgjegjës për ndodhjen e trombozës. Nga se vjen tromboza, doktor, dhe cilat janë grupet më të mëdha të riskut? Po, shkaqet janë nga më të ndryshme. Për shembull, nëse flasim për trombozën e trurit, në fillim mjekët vlerësojnë dëmtimet aterosklerotike të vazave të mëdha të gjakut që furnizojnë trurin,
vlerësojnë çekullimet në rajet e zemrës, patologjitë e komunikimit midis dhomave të zemrës, dhe nëse nuk gjejnë të tillë faktorë, në atë rast hematologët për të studiuar faktorët gjenetik dhe të fituar të gjakut që favorizojnë ndodhjen e trombozave. Pra faktorët janë nga më të... Po, përfundojnë. Një problem që ne hasim shpesh në praktikën tonë mjekësore janë edhe problemet që po shikojmë tek abortet e përsëritura, ku edhe këtu rolin e faktorëve të gjakut kanë gjithashtu një rol të rëndësishëm. Sigurisht që ne vlerësojmë faktorët gjenetik, faktorët anatomik, endokrinologjik, imunologjik, por dhe faktorët e mpisjes së gjakut. Për sa i përket trombozave në infarkteve, pra me bazë nga arteriet koronare, në përgjithësi këtu si shtam rolin kryesor e kanë depozitimi i ndynave në murin e vazave të gjakut, me pasojë ngushtimin gradual të murit të vazave të gjakut ose rupturën e këtyre pllakave aterosklerotike me depozitim të një qelizë të gjakut që quhen trombocitet, dhe në përgjithësi këto janë sëmundje që kanë bazë gjenetike, kanë në bazë të tyre çekullimin e ndynave, obezitetin, moslëvizjen, përdorimin e duhanit, pra ka një sër faktorësh risku se mund të ndodhë. Doktora, ke vënë re një shtim të rasteve trombozës arteriale? Po, nuk mund të thuash ato kanë ekzistuar me njerëzimin dhe do ekzistojnë gjithmonë. Po, a mund të marrim prej jush një këshill, sepse ka disa situata që bëhen me të vërtet kritike për individin në momentin që pëson një trombozë arteriale. Fjala vjen kur I vjen një goditje në zemër, sepse her pas here ndjen ato shqetësimet në kraharor dhe në shpinë, po është pak e vështirë ndonjëherë për të bërë diferencimin nëse është një trombozë apo ti ke dhimbje muskulare. Prandaj çfarë do të këshillonin për qytetarët? Gjithmonë të tilla raste është vështirë sepse ajo gjithmonë ka ato ankesa klasike, pra dhimbje në nivelin prekordial, dhimbje në shpatull ose në shpinë. Disa herë ajo fillon me dhimbje në nivelin e stomakut, që ngatëron me çekullime gastrointestinale. Por trombozat janë të lehta për të diagnostikuar sepse ekzamenimet sot radiologjike janë të tilla që mund të zbulojnë përgjithsisht çdo lloj tromboze. Efekti kohë në ndërhyrje, sa I rëndësishëm është? Pra nëse nënvlerësohet pak diçka e tillë, çfarë pasojash sjell? Sigurisht efekti kohë ka më shumë rëndësi se si të trajtohet ajo që ka ndodhur, se për ta parandaluar është vështirë, nëse një njeri nuk e di që ka pllaka aterosklerotike në zemër, nuk di si ta parandalojë. Po, a mund të bëjmë dot një I kategorizon dot sekset, pra meshkuj apo femra janë më të predispozuar? Sigur, deri në moshën 50 vjeç meshkujt predominojnë mbi femra, po pas moshës 50 vjeç kur ndodhen ato ndryshimet hormonale dhe femrat pothuajse me të njëjtin risk për të bërë tromboza, sidomos për të ndodhur patologjitë e arterieve koronare ose të arterieve karotide janë të njëjta. Mund të përmendim bashkë, doktor, disa nga faktorët e rrezikut, pra nga mënyra e jetesës se si le të themi stimulohet tromboza për të ardhur më shpejt? Po, sigurisht që këto kanë rëndësinë e tyre që kur kemi qenë në shkollë, po dhe me jetën e përditshme ne dim shumë mirë që aktiviteti fizik, mbajtja një peshë sa më të mirë, mos përdorimi I duhanit, alkoolit, pije energjike, përdorimi I bollshëm I ujit, të gjitha janë faktorë që minimizojnë rrezikun e trombozave, mbajtja nën kontroll dhe nivelit të ndynave, sidomos tek ata që dinë që kanë ndyna të rritura. Të gjitha këto janë faktorë të cilët minimizojnë rrezikun për ndodhur tromboza, por që të ketë faktorë që e zerojnë rrezikun për tromboza nuk ka. Ose metoda që ta zerojnë nuk ka. E kuptoj. Po ndërkohë kemi parë raste janë me bazë gjenetike, edhe kur janë me bazë gjenetike. Po sa ndikon këtu faktori gjenetik? Sa ndikon? Ta themi kështu me përqindje nuk mund ta përcaktojmë, po është një nga faktorët e rrezikut. Është ideja që dikush që ka pasur një familjar me të tillë sëmundje duhet të tregoj kujdes të shtuar? Sigurisht, ata që kanë familjar të rrezikut të linjës së parë, pra prindër, vëllezër, motra, sigurisht që kanë rrezik më të lartë për të bërë tromboza dhe tregojnë më shumë kujdes se sa ata që nuk kanë. Por kjo nuk do të thotë që te një familje që s'ke një trombozë mund mos ndodhë. E kuptoj.
Për fat keq, ne kemi parë disa zhvillime, lajme, vitet e fundit, muajt e fundit, ku edhe të rinj kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve, arresteve kardiake që mund të kenë ardhur si pasojë e trompozës arteriale. Çka do të thotë që duhet të jetë një shenjë paralajmëruese dhe një alarm që sëmundja nuk pret që ti të arrish një moshë caktuar që të sulmoj, po duhet bërë kujdes për gjatë gjithë rrugtimit jetës tënde. E moshët të vjetër që e ato kur shkojnë mbi 50-60 vjeç, por në fakt dëmtimet e artereve të muskujve fillojnë që në dekadën e dytë të jetës. Aty fillojnë dhe problemet me tensionin, pra nuk është tensioni thjesht problemi moshave mbi 50 vjeç, është problem që fillon nga mosha 20 vjeç e sipër dhe sigurisht sa më shumë vitet kalojnë, aq më madh është rreziku për të rritur. Por, thashë njerë, nuk është vetëm mënyra e jetesës, ka rëndësi edhe faktorët gjenetik. Kështu që ata që kanë në familje pacientë të cilëve kanë ndodhur tromboza, sigurisht që duhet të tregojnë më shumë kujdes dhe ato çfarë kanë në dorë faktorë që ne mund t'i modifikojmë, siç është pesha, yndyrna, duani, alkooli, ne mund t'i mbajmë në kontroll, sa e kemi mundësi, jo çdo gjë mund të eliminohet. Dhe e fundit që kam, doktor, është ka të bëjmë me kontrolet mjekësore. Sa të shpeshta duhet t'jenë? Sa herë i rekomandoni brenda një viti fjala vjen? Por, nuk ka standarde për të tilla gjëra, një herë 6 muaj, një vit, por çfarë ka. Ne sot në spitalin tonë jemi duke studiuar trombozën si në nivelin faktorëve gjenetik dhe të faktorëve të mundshëm të fituar. Gjithsesi, kjo është vetëm një nga komponentët që ndodhin trombozat. Faktorë të tjerë të rëndësishëm janë çdo gjendje inflamatore në organizëm, është një gjendje që rrit rrezikun për të bërë. Inflamacion është mosha që ne nuk e shmangim dot, inflamacion është pesha që ne mund ta modifikojmë, inflamacion është diabeti, inflamacion është çdo sëmundje kronike reumatizmale, inflamacion është sëmundja tumorale, sëmundjet autoimune, pra çdo lloj sëmundje që nxit inflamacionin, sigurisht të rrit rrezikun për të bërë trombozë. E kuptoj. Mirë, falenderoj. Njerëzit janë ato çfarë kanë njeriu në dorë ta bëjë, pastaj pjesën gjenetike sigurisht ai nuk e modifikon dot, shansi nuk e modifikon dot sepse nëse rregull sëmundje një shans i keq, por ato që modifikohen. Ama një vizitë e zemrës mund të bëhet, paktën një herë në 6 muaj do të ishte besoj mjaftueshëm për këtë do, për të parë pak parametrat, jo vetëm për trombozën, po edhe për të tjerë sëmundje që mund të na shfaqen. Sigurisht, por ajo që mund të bëjë njeriu sepse nuk kanë qenë të tilla gjëra më përpara, por ne le dim që mund të vrapojmë dhe rregullat janë 45 minuta në ditë për të paktën 5 ditë në javë, të pish 2-3 litra ujë në ditë, mos pish duan, mos pish alkool, mos pish pije energjike. Të janë baziket. Rregulla bazë që të bëjmë mirë për çdo lloj problemi, jo thjesht për trombozën. E keqja është se ne kemi një mënyrë jetese jo të mirë, fillojmë mëngjesin me alkool dhe me cigare, mbyllim me alkool dhe me cigare, ditën e kjo pastaj është atëherë kjo nuk mund të parandalosh. Është vërtet, kjo është ti rrisësh me duart e tua shanset për tu sulmuar dhe për tu prekur nga sëmundje të tilla. Nëse konkuron kush do pi më shumë Red Bull dhe ndodh infarkti në moshë të vet, atëherë këtu nuk e ka fajin as gjenetika, as shansi, e ka fajin në konkurenca. Absolutisht. Doktor Lagot, falenderoj shumë për kohën tënde, për këshillat që ndave sot në Mirëmëngjes Shqipëri, një ditë të mbarë, punë të mbarë për ty. Faleminderit, sukses e ju. Eci me programin Zonja dhe Zotrin dhe nga shëndetësia. Shkojmë tani tek rubrika e radhës. Vjen Jorgo Pulla me horoskopin, parashkimin e yjeve për shenjat tuaja. Ndiqeni.